Kush është ai I cili e vendos cilat gjëra na takojnë, cilat gjëra nuk na takojnë? Atë e vendos feja Allahut Azza wa Jalla. Hoxha, edhe ti merresh me gjëra që nuk takojnë. Nuk takon ti, a falet filani, a nuk falet filani, ti shikoje punën tënde. A merr kredit, a nuk merr kredit, a pi alkool, a nuk pi alkool, mos u merr me gjëra që nuk takojnë ti. Hoxha, ti shikoje punën tënde. Këto janë gjëra që neve na takojnë. Kjo nuk është më marrë me punë të dikuj tjetër. Kjo është më marrë me atë e cila takon ti si musliman. Cila është ajo? Thrasësh në të mirë, ndalosh nga e keqja. Kjo është prej Islamit. A takon ti ta urdhërosh dikan në të mirë? Po. Ta ndalosh dikan nga e keqja? Po. Kjo nuk hin në ato gjërat e kota. Kjo hin në ato gjërat e rëndësishme që besimtarit I takon.